Leximi I librit mendoj unë që është një mangësi e madhe në shoqëri dhe që e ka gjymtuar mënyrën e të folurit, të shprehurit, qoftë jo edhe agresiv apo banal, po mënyrën e të shprehurit që tashmë është standardizuar dhe është bërë totalisht e gjymtuar, nuk shkruaj më fjalë të plota, po gjë që me shenja piksimi. Domethënë, duhet bërë një punë e gjithanshme, mendoj. Është shumë e gjerë, edhe është një shkallë shumë madhe kjo punë, dhe nuk bëhet sot për nesër, fatkesisht. Jo, kjo është një punë që t'jap rezultat, duhet jetë minimalisht 10 vjet punë që të shifet rezultati dhe ndryshimi, nuk është një ndryshim që bëhet sot për nesër. Se e keqja më shpejt përqafohet edhe është shumë e vështirë dhe shumë e ngadalë që të zhbëhet. Fikse është një farë duhet mbjell, fatikisht. Dhe edukimi e tillë është. Shumë shpesh është një farë që e mbjell ose një fidan me shpresën që të rritet. Më kujtove një gjë shumë interesante me librin. Unë kam pas gjithmonë tendencën, ndoshta ndonjëherë dhe kam që t'i ha fjalën. Edhe fakti që kam lexuar, kam filluar të lexoj më shumë libra, më ka ndihmuar shumë që jo vetëm të artikuloj mendimin, po edhe leksikon me gjuhën e të folurit, edhe artikulimin e zanoreve, të fjalëve. Është leximi, domethënë, është shumë nënvlerësuar. Ndikon aq shumë tek mënyra e komunikimit. Është nënvlerësuar, më fal, po edhe I përjashtuar shumë toko fatkeqësisht. Se ndikon edhe të organizosh mendimin. Domethënë, shumë nga puna që unë kam bërë me veten që të përmirësoj organizimin e mendimit është fal leximit. Leximi më ka ndihmuar shumë të krijoj struktura më